16 nëntori i këtij viti shënon 35 vjetorin e faljes së parë në xhamin e Plumbit, ditës që riktheu lirinë e besimit mes shqiptarëve pas viteve të errta të regjimit komunist. Myftënia Shkodër i përmbylli organizimet e këtij jubileu me aktivitetin Dita e rihapjes së xhamisë së Plumbit, simboli i lirisë së besimit. Myftëri i Shkodrës Imam Muhamet Sytari në mesazhin e tij theksoi rëndësinë e rikthimit të lirisë së besimit, rolin e xhamisë së Plumbit në historinë e qytetit dhe vlerën e transmetimit mesazheve të paqes, moralit dhe solidaritetit në komunitet. I lutem Allahut Azza wa Jall për Shkodrën tonë, për Shqipërinë, me erujt Zoti këtë tokë dhe këtë vend nga demagogët e ndryshëm që vinë dhe kalojnë dhe duan të lajnë një gjurmë në murin e errësirës, me fjalë të ndryshme, me shkrime të ndryshme, me romane të ndryshme, gjoja për ta ndryshu pamjen e këtij vendi. Mirë po, Allahu Azza wa Jall e ka vullos këtë tokë dhe këtë vend, me këtë islam, me këtë mirësi, me këtë bekim, dhe ne patjetër që shkojmë pas dritës së Allahut, e jo pas thirrjeve të demagogëve dhe agjendave të tyre. Kështu do të jemi besnik të Hafiz Sabri Koçit rahmet paste, kështu do të jemi besnik të hoxhallarëve tanë, kështu do të jemi besnik të tabanit të Shkodër Locës tonë. E kështu do të ecim përpara, duke e përkrahë dhe ndihmu njëri tjetrin, dorë për dorë, e krah për krah, e bekimet e Allahut dhe mëshira e Tij do të jenë për herë me ne. Aktivitetin e përshëndetje dhe doktor Ibrahim Metar, mysafir nga Damasku, që vlerësoi nismën dhe rëndësinë e saj për edukimin dhe ndërgjegjësimin e brezit të ri. Një moment i veçantë ishte fjala një prej nismëtarëve të rihapjes së xhamisë së Plumbit, me dy myftia, i cili solli kujtime dhe reflektime mbi përpjekjet e para dhe kontributet që e kanë bërë të mundur zhvillimin e sotëm të kësaj veprimtarie. Gjithmonë e drejta dhe vërteta mbizotron mbi pa drejtën dhe zullumin dhe diktaturën. Dhe kush preson tek Zoti Gjeleshanu, ai ka një fat të madh. Dhe le të vazhdojmë që ndrojmë besnik ndaj besimit tonë që kemi zgjedhur, një besim që na mron dhe na mbështet gjithmonë kur jemi të sinqertë dhe të japim sa të mundemi nga përpjekjet dhe sakrifica jonë për të realizuar atë. Kjo xhami u bë dallnyshja e parë që lajmëroi se erdhi liria e besimit. Pra ishte drita hyjnore e madhërisë së Zotit, e cila ndriçoi mendjen e njerëzve. Në kuadër të këtij aktiviteti u shfaq edhe një pjesë filmike që dokumenton ceremoninë mallështore të 16 nëntorit 1990, një çast historik që shënon ringjalljen e besimit dhe çeljen e një kapitulli të ri për komunitetin musliman të Shkodrës dhe mbar Shqipërisë.